ajo që donte t'i jepte të dashurit. Do të kisha vërtet shumë dëshirë që t'ja realizoja këtë dëshirë të fundit. E di që është diçka e pamundur. Por... Dhe pastaj ti se di fare se ku është ai burr. Është tek vendi sekret. Shikoni Duhet të bëjmë një website-in nëse përpjekje. po e ndiqni direkt këtë në film rregull. serial në Shqipkinema, sepse faqet tjera vetëm vjedhin filma dhe serialet tona Ja, dublojnë në shqip. këtu takoheshin fshehura si çdo mbrëmje. Shiko, Qen ka një varg. duket sikur është një fantazëm, po sikur të jetë shpirti i atij burrit. Kush e di se çfarë do? Mbase asaj nuk rreshti kurrë së kërkuari pasi dëgjoi për aksidentin asaj mbrëmjeje. Dashuria e tyre duhet ketë qenë shumë e madhe, Kaito. E po nuk e di, për mendimin tim po e tepron pak me fantazin. Unë do të shkoj të jap këtë letrën. Më prit, Lucia! O jo, po tani si do t'ja jap? Ma jep mua. Kaito! Kaito! Çfarë ndodhi, më thuaj? Më në fund u takuan pas shumë vitesh. Po, më në fund. Faleminderit. Po të mos ishte për ju, nuk do takoheshim asnjëherë. Më bëhet qefi. Është gjë e bukur të gjesh atë që ti do. U treguat shumë të sjellshëm dhe do t'ju jemi përjetë mirënjohës. Në këtë mënyrë dashuria jonë do të ketë më fund. Ashtu duhet të jetë. Duhet të besoni tek forca e ndjenjave tuaja. Në forcën e ndjenjave. Kjo është ajo që përpiqem të bëj çdo ditë. Por e vërteta është që s'mund t'ja hap dot zemrën time Kaitos. Kaito. Jo, të lutem. Nuk e kontrollon ti emocionet e tua. Është një forcë më e madhe se ti që të shtyn të veprosh kështu. Të lutem, mos më shiko me ato sy. Këtë vështrim. Ky film do ta serial haroj u kur. mundësua nga Shqipkinema, na ndiqni për episodet në vazhdim vetëm në Shqipkinema. Ata ikën, Lucia. Mendoj se tashmë nuk kanë më arsye të rinin këtu.